Shqipëri, sepse unë sot dhe jo vetëm sot, po gjithë këto ditë kam qenë pothuajse gjithë javën shumë pasive për sa u përket rrjeteve sociale, dhe kjo sepse nuk kam pasur kohë, po dhe koha ka qenë kështu e zymt, edhe në momentin që unë vija thjesht merresha me punët, me pjesën e darkës, drek dark bashkë domethënë, dhe kur e shifja ishte bërë errësirë komplet, kështu që nuk kam pasur shumë kohë edhe të xhiroj. Sot është dita e parë që po xhiroj dhe shpresoj që të na dalë një vlog i lezetshëm, sepse sot kam vendosur që të sjell pak atmosferë festive, duke qenë se do të çojmë pemën. Në fakt ishte për mua, unë do kisha pritur datën 6 dhjetor, por duke qenë se ne kemi prerë biletat për në Shqipëri, ditët ikin shumë shpejt. Imagjinojeni, data është sot 28 nëntor, nuk kemi dhe shumë shpejt, po nuk kemi dhe as shumë vonë për pemën. Pra duke qenë se kemi prerë biletat për në Shqipëri dhe nuk na ngelen shumë ditë kohë, desha që ta shijojmë pak të pjesën këtu te shtëpia dhe vendosa që të vë pemën në mënyrë që të gëzoj edhe Anja. Ky është plani për sot, ndërkohë që po pres disa pako dhe nëse më vinë do ju tregoj edhe gjërat që bleva për Black Friday, sepse normal e kam harxuar lek. Kisha shumë kohë në fakt që nuk blija dhe thash ok, këtë herë duhet të bëj disa blerje. Vlogu sot besoj se do të jetë goxha me atmosferë festive, sepse në momentin që vendos edhe këto këngat në shtëpi, më hipet një lumturi shumë e madhe, por në momentin që do vi Anja, do mundohemi që ta bëjmë bukur edhe pemën. Nuk kam blerë zbukurime të reja dhe do mundohem që të blej, por shkova te Tedi dhe nuk gjeta, kështu që do shoh me një dyqan tjetër, po sot do ta bëjmë ato që kemi. Nuk kemi dhe shumë topa, sepse Anja më të shumta ti ka thyer, por ato që kemi me ato do ta bëjmë edhe shpresoj që të na dalë bukur. Të paktën mua më pëlqen edhe kur nuk ka shumë zbukurime dhe kur I vendos ato dritat, se dritat e kam marr pak të gjata dhe duket pak më bukur. Kështu që ky është plani për sot, do vendosim pemën, mezi po pres që të shkojë ora që të marr Anjën, edhe të fillojmë pastaj ta zbukurojmë. Procesin e vënies së pemës, mund të them që çdo vit bëhet edhe më I bukur, sidomos këtë vit që Anja kupton, e ka shijuar shumë, edhe unë nuk knaqa. U mundova që të marr disa klipe, po nuk e di se çfarë kam nderitur aty, thjesht e kam lënë kështu në gjendje të lirë, edhe do ta shoh kur ta editoj. Ka vajtur goxha vonë në fakt dhe unë duhet të bëj shpejt e shpejt darkën, por e sigurt do ta hap dhe do ta vazhdoj videon nesër, sepse nesër mund të shkojmë edhe nga dyqanet, nga që është Black Friday. Në fakt nesër dua të shoh më shumë për Sabin sesa për veten time, sepse për vete ato çka doja I kam porositur. Kështu që për sot po e mbyll, por bashkë do të shikojmë përsëri nesër. Vlogu, në fakt po të ishte për mua, me kohën që është sot, është koha shi edhe shumë e zymt, nuk do kisha dashur që të xhiroj, sepse më dalin klipet goxha si të errta dhe kjo, domethënë ky kënd I këtu është këndi I vetëm nga ku mund të kap klipe pak më të qarta. Dëshira ime kur janë këto ditët kështu të zymta është zero për të xhiruar, duke qenë se unë nuk e preferoj ring lightin dhe preferoj më shumë dritën natyrale, por nuk kemi çfarë të bëjmë, këto kushte kemi dhe thash me që kam filluar që të xhiroj një vlog, do mundohem që ta mbyll edhe ta postoj pastaj videon në fundjavë. Kam këtu në dorë porosinë e Sephorës, për shkak se ishte Black Friday, kishte goxha ulje dhe këto produktet që janë të Sephora ja vlen që ti marrësh në momentin që bëhen uljet, sepse në të kundërt janë shumë të shtrenjta dhe thash ok, është mundësia dhe koha perfekte për të marrë disa make-upet të reja. Siç e dini, unë dua që të zvendçoj të gjitha ato make-upet që kam me këto make-upet e mira, jo se ato që kam nuk janë të mira, po thjesht janë fiksuar dhe që nga e vërtet dhe është e vërtet fakti që në momentin që provon
2-3 produkte të mira, pastaj nuk ndalesh dot më, kështu që dhe unë po shfrytëzoj mundësinë për të marrë disa produkte me ujë dhe në fakt kam marrë goxha. Mora një palet sysh me ngjyra nude nga Anastasia. Në fakt unë paletën e syve e kisha të mirë, e kisha nga Too Faced, po që nuk po më pëlqenin shumë ato ngjyrat që kishte dhe thash ok, po shfrytëzoj rastin që ishte edhe me ulje dhe po marr një paletë të re. E kam zgjedhur me këto ngjyrat e tokës. Edhe kështu duket. Sa bukur dukur ka edhe pema. Ka të gjitha ngjyrat që unë përdor më shumë, ka edhe me xixa, edhe mat dhe kështu duket edhe nga afër. Nga Anastasia kam zgjedhur një lip buzësh dhe është mat, sepse unë po kërkoja mat. Dhe ngjyra në fakt më pëlqeu shumë. Lipat e buzëve mat në fakt mua më pëlqejnë, por ata që kam provuar unë i bëjnë buzët shumë të thata dhe ky nuk e bënte këtë gjë, sepse unë edhe po shikoja disa video edhe tutoriale dhe më pëlqeu. Edhe këtij i jap notën 10 nga 10. Më mungon të gjithashtu edhe një kontur dhe zgjodha këtë nga Rare Beauty, duke qenë se më pëlqeu shumë blushi i Rare Beauty. Këtë herë zgjodha përsëri konturin e Rare Beauty, edhe ky më pëlqeu. Dhe i fundit që mora është edhe ky lipi i vogël, po ky është me ndriçim dhe është nga Fenty Beauty. Vinte një herë shumë e mirë, edhe ky më pëlqeu shumë dhe më pëlqeu fakti që është edhe kështu mini size. Do e doja në fakt edhe atë të Anastasias mini size, por nuk gjeta. Këto ishin gjërat që u mora për vete. Dhe këto janë gjërat që u mora për Enin. Eni ti mora këtë blushin që e kam edhe unë të njëjtë, po thjesht ndryshon pak ngjyra dhe i mora dhe rimelin e YSL-s. Këto ishin të gjitha gjërat që mora në Sephora këtë herë. Bëra gabim në fakt që nuk porosita edhe një pudër, por kismet më vonë. Për momentin mjaftojnë këto që kam. Bëra anjës për drek, patate dhe nga këto schnitzel, janë mish pule. Këto zakonisht i vendos të dyja në një letër, edhe piqen shumë shpejt, maksimumi 30 minuta. Anja në fakt i kishte marrë uria dhe prandaj i bëra këto sot. Ndërsa për ne do bëj gjell me bizele, me patate, me pak mish. I kam nxjerrë edhe ato që në mëngjes edhe tani ka ardhur momenti që t'i gatuaj. Po përpara se të bëj drekën, mendova që të flas pak me ju, sepse gjithmonë më pyesni edhe për kursin e gjermanishtes. Unë tani kam mbaruar nivelin A2 dhe jemi futur në nivelin B1 dhe në janar do japim provimin, madje na e ka ndarë edhe datën e provimit. Tani ju më thoni a është e vështirë? Po, si gjuhë është shumë e vështirë, por në qoftë se mëson edhe i ndjek të gjitha ato rregullat që jep aty zysha edhe mëson edhe pak vetë në shtëpi, besoj se është goxha e thjeshtë, por duhet ta përmend edhe faktin që duhet ta praktikosh, sepse unë deri para një muaj mund të them që isha shumë e mirë me gramatikën, me çdo gjë që shkruaja, por kur vinte puna për të folur, stepesha dhe kisha shumë frikë, po tani këtë muajin e fundit me vërtet që kam filluar flas edhe në përditshmëri, po në përditshmëri më shumë janë terma të thjeshtë, ama për shembull këtë javë kisha 2 termine në fakt, kisha për të vajtur për të regjistruar anjën te kursi baletit, pra atë ditë ishim si tip prove dhe në qoftë se do na pëlqente do e regjistroja, gjë që e bëra. Lajmëri ky. Termini tjetër ishte te doktori, kisha 6 muaj që e prisja të terminin, ishte në Mainz, kështu që isha dhe vetëm, sapi nuk ishte në punë. Dhe u mora dhe shumë mirë, ta mendonej që aty duhet i shpjegosh çdo gjë, më dhëm kjo, më dhëm ajo dhe të gjitha këto i fola gjermanisht dhe jam shumë krenare për veten time, që tani kam filluar flas, merrem vesh, unë i kuptoj diku te 80-90% kur flasin pastër, por për sa më përket mua, dua edhe pak kohë që të futem edhe të flas rrjedhshëm, por që kjo pjesa që kuptoj është shumë gjë e mirë, por edhe fakti që kam filluar edhe flas më shumë se ato fjalët bazike, edhe kjo është gjë e mirë. Na ka ndarë edhe datën e provimit, provimin e kemi në janar, kam shumë frikë, nuk e di. Jam e lumtur që vërtet se po mësoj, por po kuptoj edhe në përditshmëri, sepse fundja mua ajo më duhet që të komunikoj edhe nuk është se më duhet thjesht ajo letra që ta kem. Edhe ajo është gjë shumë e mirë që ta marrësh, sepse duhet edhe më vonë për të bërë dokumentet, pra të marrësh pasaportën, është një kusht, por që fakti që kam mësuar që të flas në përditshmëri më bën të ndjem shumë krenare për veten time. Po mama?
Më në fund e regjistrova në kurs baleti edhe Anjën, po ajo dita nuk na shkoi mirë fare, sepse Anja atë ditë, domethënë ne kishim si tip prove, thjesht do shifnim, edhe Anja mendonte se do futej, do kërcente, dhe unë nuk e mendova faktin që do ishte nevojshme që t'i merrja fustan atë ditë, edhe nuk i mora. Ndërkohë që ato gocat që ishin aty normal se kishin orën e mësimit edhe ishin me fustan, edhe në moment që Anja i pa ato, filloi duke qarë edhe nuk pushonte, sa do mundohesha dhe i thosha që herën tjetër do të marri mami fustan, do të blej mi shumë të bukur, nuk qetësoi dhe kështu që u detyrova të iki. Kam vajtur edhe një herë tjetër, në fakt e kam parë, nuk është se e kisha herën e parë. Regjistrova edhe Anjën te kursi baletit. Anja ka për të filluar në shkurt, e ka fiks ditën e ditëlindjes në një shkurt, edhe nuk e dija do ta çoj, për që të shohim, sepse e kam me shumë qejf. Mezi e prisja në fakt që Anja të mbushte 4 vjeç edhe ta çoja te kursi baletit, sepse kursi baletit ishte 4 vjeç e lartë. Anja ishte e vogël dhe nuk mund ta fusja, por që tani ka ardhur momenti që të shkojë edhe ajo në kurs baleti. Megjithatë e ka edhe vetë me qejf, se po të mos ta kishte do e kisha çuar në një kurs tjetër. Është normale, kështu që tani mezi presim të fillojmë. Unë do filloj tani që të bëj gati shpejt e shpejt drekën, sepse përpas dite kemi menduar që të dalim nga dyqanet. Unë çfarë kisha për të porositur, e kam porositur online, do me thënë për uljet e Black Friday, por që do dalim sepse do të shohë Sabi në një gjë për veten e tij, duke qenë se do shkojmë edhe në Shqipëri. Unë duhet të bëj gati tani drekën shpejt e shpejt, sepse edhe Sabi vjen pak më herët sot, dhe pastaj do nisemi, do vishemi, do bëjmë gati, edhe do dalim të shohim se çfarë mund të gjejmë në një gjë për Black Friday. Tani do thoni ju, po ti do blesh gjë? Nuk e di të shoh, sepse po është se ja vlen, edhe mund të marr edhe unë ndonjë gjë, po më tepër do të shoh për ndonjë gjë të thjesht bazike. Po mami? Ua, ku e theve, qa është kjo? E pisha të zori. Televizori? Po, hajde lu. I ka të shoh. Dita e fundit e këtij vlogu, po e vazhdoj edhe sot sepse e di që nuk kam xhiruar shumë. Do xhiroj edhe sot edhe pastaj do ta mbyll vlogun. Sot është ditë diel, është ditë shumë e vranët, paradite ka rënë vetëm shi, por gjithsesi ne planin për sot e bëm për pasdite dhe shqyr Zotit pasdite nuk do na bjerë shi. Të paktën, okay, ne nuk pretendojmë që të na dalë dielli, po të paktën mos të bjerë ky shiu, sepse me vërtet që nuk bën dot asgjë dhe i bie thjeshtërisht në shtëpi. Sot në fakt kemi planifikuar që të shkojmë te Christmas Market, sepse më në fund janë hapur edhe këtu. Do të shkojmë në Mainz sepse nuk duam që të bëjmë shumë rrugë sot. Kështu që ky është plani për sot. Ne dje dolëm nga dyqanet, siç keni parë edhe klipet, po unë e mbylla shpejt sepse nuk pata kohë. Në momentin që erdha duhet merresha me 100 punë të tjera që kisha, kështu që nuk e vazhdova më videon. Në fakt unë nuk e kisha me qejf që të shkoja, sepse gjërat që doja i porosita online dhe i thash edhe Sabit që porositi gjërat që do online, po ai është tip që do t'i provoj, kështu që dolëm. Unë në fakt u mërzita, u lodha të gjitha bashk, kishte shumë njerëz, edhe Anja ishte në atë momentin që donte të flinte gjumë. Kështu që me pak fjalë imagjinojeni vetë atë momentin që u vjen edhe gjumë, por të paktën shoqyr që nuk dolëm duar bosh dhe kështu ishte edhe dita jon dje, pra morëm ja dy gjëra, po megjithatë unë nuk e kisha më shumë qejf për të shkuar, po shkova më shumë për Sabin. Tani le të hapim këtë porosinet e mus. Kam porositur një fustan për Anjën, por nuk e keni iden sa kualitet i mirë që është. Kisha dyshime në fakt, sepse këtë e duam edhe për dasëm në fakt, edhe doja që të ishte goxha i mirë, por kur më erdhi, nuk e di po kam ngelu gojë hapur, sepse ka një super kualitet. Ky fustan me këtë material, në qoftë se për shembull do ta kishte Zara, mund ta kishte 40-50 euro, sepse është një material shumë i mirë. Shikojeni pak. Krahët i ka kështu si këmish. Okej, se Anja e provoi edhe ne kemi lënë pak si kështu. Kështu, i ka në këtë mënyrën kështu. E ka menduar me një palë pupa të thjeshta të zeza, me një palë geta, nuk e di ose të zeza ose të bardha, me flokët tani kështu që i ka me baluke, me 2 palë gërsheta, do t'i shkoj shumë, por që ta shohim. Ky është një opsion për të dasma që kemi në dhjetor, por do shohim se ndoshta marr edhe ndonjë tjetër. Megjithatë, unë më shumë jam te ky dhe ndoshta nuk shoh, por deri atëherë të shohim se ndoshta do kemi ndryshuar mendjen.
Diçka tjetër që porosita janë këto qeset që mua më duhen për të dërguar porosit e vintet, sepse këto kohë të fundit nuk kam pasur as qese më, as kartona, kështu që thash më duhen qeset, dhe shqyr zotit kam pasur goxha porosi nga vinteti. Dhe zgjodha këto qeset kështu, më pëlqeu shumë ngjyra dhe janë fiks ashtu siç unë i dua, edhe për madhësi janë tamam siç unë i dua, diçka mesatare, nuk i desha as shumë të vogla dhe as shumë të mëdha. Shikojeni pak, janë në këtë ngjyrën kështu si pana. Kanë edhe këtë shprehjen këtu, që më pëlqen shumë fare, dhe pjesa tjetër është edhe me ngjitës, që e bën edhe më të thjeshtë. Do ju tregoj tani edhe qershin mbi tort. Nuk e di, unë kam bler shumë gjëra të bukura në Temu, edhe mundohem gjithmonë që t'i ndaj me ju, gjërat që më pëlqejnë më shumë, i ndaj edhe me gozat në Instagram. Por kjo, edhe për nga kualiteti, edhe për nga çmimi, mendoj se është gjëja më e bukur që unë kam marrë në Temu. Shikojeni pak, e kam fjalën për këtë pellushin kështu. Për mua nuk dallon fare se është bler në Temu, sepse me sa pash edhe dje që kishte goxha të ngjashëm të Zara si këto, mu duk para shumë i njëjti, thjesht detaje shumë të vogla, sepse normal Zara ka nxjerr koleksionin e ri, por krahasuar me ato vjet, mua më duket sikur është i njëjti, dhe kam fjalën për këtë pellushin. Tani ju duhet ta dini që unë jam shumë e fiksuar me pellusha, sepse e keni parë që mundohem që gjithmonë të shoh për pellusha, kam ja 2 aty në koleksion, po në fakt ata që kam nuk është se janë për përdita, kështu që doja diçka më të thjeshtë, më praktik, dhe zgjodha këtë këtu. Më pëlqen shumë edhe ngjyra, është kjo ngjyra kafe errët që nuk iken asnjëherë nga moda, dhe pastaj më pëlqen gjithçka te ky. Unë do ta provoj për t'ju treguar. Kur të dal pastaj do mundohem që t'ua tregoj edhe jashtë, se do bëj një outfit shumë të bukur, kam menduar një outfit shumë të bukur, por që di të them që ky është i preferuari im për momentin, edhe me zi pres që ta vesh. Qërisht, po nuk e prisja që të më vinte kaq kualiteti mirë. Ja se si duket, mua më pëlqen, edhe kam bërë edhe flokët kështu me onde, po do t'i hap tani, do t'i hap po me këtë krorin që kam marrë në Temu. Në fakt nuk është se i kam mbajtur shumë, sepse bëra thjesht onde të thjeshta dhe i kam mbajtur shumë pak, por që do t'i hap me këtë krorin në momentin që do iki, se prita edhe që të ftofen pak. Kështu duket pellushi, mua më pëlqen, nuk e di, nuk kam fjalë, po e afroj edhe këtu që ta shihni nga afër edhe kualitetin. Nga brenda është kështu me këtë si astar quhet po. Dhe kështu. Më thani se si ju duket. Po i tregoj edhe një herë kështu, që t'i shikoni pak më mirë, shikojeni pak sa i plot që është yll, nuk kam fjalë, dhe ndërkohë edhe ky i anjës, edhe ky super i bukur, shikojeni pak materialin, sa i plot që është, dhe si që thash edhe pjesa e krave që është kështu, janë të dyja yll shumë të bukura. T'ju tregoj edhe qeset. Këto nuk e di pse duken kështu si ngjyrë e shëmtuar në video, por që më besoni janë shumë të bukura, po marr një tjetër. Kështu duken. I can't wait for you to open me. Ndërkohë ngjyra edhe janë dhe këtu dhe me ngjitës. Këto janë 3 gjërat që mora në Temu, që mund të them që ishin të treja perla.